Përshëndetje të nderuar miq, jemi në podcastin Flasim Arboris. Në fakt, arboristja kujton për secilin nga ju, qëllimi kryesor të këtij podcasti është ta bëjnë të dukshme të folurën shqipe, antike, të italianizuar, po të folur shqipe, pse jo, të turqizuar ose të folur dhe letrar. Kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që i ftuar sot është Fatih Ildiz Nebiu. Është emër turk, po ju them që është shqiptar. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje zot Radhur. Është kënaqësi. Atëherë, ju lutem na thoni me shqipen tuaj të mrekullueshme, të gjithë historinë tuaj që keni lindur në Turqinë, mos gaboj, prindërit tuaj kanë lindur në territoret shqiptare të Maqedonisë Veriut. Ai tregoni këtë histori se është e bukur, po më e bukur është shqipja juaj. Po. Unë jam Fatih Yıldız me emrin e bemrët të Turqisë, kurse Nebiu e kemi pasur në Maqedoninë e Veriut në kohën e Jugosllavisë. Kam lindur në vitin 1994 në Stamboll të Turqisë. Në vitin 1971 prindërit, domethënë gjyshi im, babës tim është shpërngul në Stamboll prej në Shkup, kurse familja e nanës në vitin 1981 janë shpërngul në Stamboll prej Kumanovës, domethënë prej Maqedonisë së Veriut i Jugosllavisë atërshme. Po, shkret normal dhe ju shqipe si e keni mësuar, sepse më rezulton që shqiptarët e Turqisë jo të gjithë e flasin. Po, fatkeqësisht nuk flasin, po në shtëpi gjithë kemi folë shqip, domethënë sidomos nona, gjyshe, edhe unë jam rrit ashtu në atë aromë, kam kuptuar gjuhën shqipe me dialektin tonë të Shkupit ose siç thojmë në të Karadakut, kurse për me fol isha më i dot, mund të them se e kuptoisha shumicën e njerëzve kur vishin kushëririt, nipat ose dajet. Por në vitin 2011 sparja unë në erdhën e trojat tona. Kthyehet në trojet tuaja, shqiptarët Maqedonisë. Po, sparja herë, si vizitë. Domethënë isha 17 vjet e gjys, kurse për herë të dytë erdhe për të regjistruar në Universitetin Shtetëror të Tetovës për të studiuar, edhe pse kam fituar në gjuhën shqipe për studim. Po. Po, atje vetëm në shtëpi e ke mësuar shqipen, apo e ke mësuar edhe me kurse, me gjëra në Turqi? Kurs nuk kam shkuar asnjë ditë. Asnjë ditë. Pra nuk ka shkolla për shqipe në Turqi, apo jo? Nuk ka klasa të veçanta për të mësuar? Ka, nëse s'jam gabim në vitin 2017 ose 2019, Ministria e Kulturës ka prurë një vendim me kërkesën e presidentit aktual. Edhe ai ligj jep drejt bosnjakëve, shqiptarëve edhe çerkezëve. Apo jo? Po. Edhe kush të aplikohet në një shkollë dhe nxënës dhe prindërit e tij ose atyre, kanë të drejtë të mësojnë shqip, bosnjakisht ose gjuhën e çerkezëve në atë klasë ose në atë shkolla që kërkohet. Po fatkeqësisht në fillim të projektit është bërë aplikimin në Izmir edhe në Manis, nëse nuk kam gabim, kurse në Stamboll dhe në Bursa fatkeqësisht nuk ka pasur aplikime dhe ka ngelur. Bursa ka shumë shqiptarë, mos gaboj. Mund të them që mbi 25-30% të qytetit është shqiptar. Pra, ty duhet filluar bile kjo praktikë, besoj. Po, por reklami, PR-i, siç thojmë ne, nuk është bërë mirë për këtë projekt, edhe pastaj ka ngelur gjenerat pas gjenerate, ndashtë me tradit nuk jemi asimiluar me tradit dasmash, kulturën e kuzhinës, ndashtë ma mirë se Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri e mbrojmë, kurse po s'kemi majtur ndashtë. Tash ushtere në Maqedoninë e Veriut, në Tetov studiove për? Por në vitin 2012 e mora vendimin se isha basketbolist, faktisht basketbolist e lëndova kampën, edhe mora vendim për të studiuar në Stamboll, pastaj e ndrova mendimin edhe erdha në Tetov, jam regjistruar në universitet, por edukat fizik, për mësëmdhënie së kulturës fizike. Pra ke studiuar për edukat fizike, për sport. Po, viteve 2012-2016 kam studiuar edhe kam mbaruar studimet atje. Si studenti i parë që ka ardhur prej Republikës Turqisë, ka pasur student që ka ardhur, po si diplomar unë jam i pari. Po, pse zgjodhe Maqedonisë është vendi origjinës, se mund zgjidhë edhe Shqipërinë. Po, ka pas një histori
u shëtoja me emrin e letër Universiteti Shtetëror Tetovu, sepse është themeluar në vitin 1994. Unë Edhe unë kujtoj kam si lindur në gazetar, atë e vit. kujtoj dhe luftën që është bërë për Universitetin e Po, Tetovës. edhe unë kam lindur në atë vit, po edhe për incidencë betejja, bukur. domethënë lufta 2001-shit është bërë me mënyrë indirekte për atë shkollë, që s'ka pasur nostrifikim të diplomave, edhe e mora vendimin për atë që të studioj atje. Po, dhe tash ka probleme për njohjen e gjuhës shqipe, se tash ju punoni ju mund na thoni për gjithë ata që na ndjekin në podcastin Flasin Arbëri, ku punoni tani? Unë për momentin gati 2 vite, një vit e gjysmë fakt, punoj në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës si shef protokoll dhe konsultant jashtë për marrëdhënie Turqi dhe Kosovë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të ministrit Besar Durmish. Pozicioni i rëndësishëm. Po, se kam qenë edhe 4 vite në Bashkinë e Eyüp Sultanit në Istanbul si shef protokoll viteve 2020-2024. Në të njëjtën punë kam bërë edhe më herët. Pra në Bashkinë e Stambollit. Bashkinë e Eyüp Sultanit. Eyüp Sultanit. Po. Po, si shef protokollit dhe aty. Po, është një bashki që 650.000 banorësh. Edhe ka territor goxha. Mashallah, themi dhe neve, e përdoren këtë jetën turke. Po, normal. Se duhet thënë, ka dash Zoti, kështu përkthehet, apo jo? Po. Dash Zoti, dhënë Zoti. Po, ashtu është. Shumë bukur. Tashi më thua, e ke ndjekur këtë debatin e gjuhës shqipe, debatin politik në Maqedoninë e Veriut? Kam dëgjuar, por unë nuk jam adekuat për të bërë koment politike. Vetëm një gjë e di që gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ashtu siç kanë thënë ata që kanë udhëheq pjesën shqiptare gjatë qeverisjes 22 vite Partia Ali Ahmetit Bedeja. Vetëm në letër kanë thënë, por nuk ka ekzistuar asnjëherë. Fatkeqësisht edhe në komunat, në bashkitë ku jemi mbi 20%, disa lagje, disa rrugë ende kanë pasur emrin e tyre ose rruga emrin vetëm maqedonisht ose anglisht, por vetëm me dokumenta edhe pse kanë pas pushtet absolut, sidomos 4 vitet e fundit me LSDM-n për palin maqedonase, nuk kanë bërë asgjë, po s'du me komentu më shumë shkakut që nuk jam adekuat për politikë të komentoj për këtë gjëra, po gjuha shqipe nuk ka qenë gjuhë zyrtare asnjëherë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ashtu siç kanë thënë zyrtarët e Bedeqit. Premtuar, edhe patjetër gjithë secili duhet. Domethënë nuk ka shplosuar marrëveshja e orit asnjëherë gjatë mandatit të tyre. Që të ndodh, duhet gjithë secili në zyrën tënde, në çfarë gjuhë flet? Maqedonisht, shqip apo turqisht? Kabineti, unë turqisht nuk flas këtë. Kabineti ministrit krejt janë shqiptar, edhe shqip flasmi, edhe mund të them që ky ministri gati 17 vite është duke udhëhequr nga ministra shqiptar, sepse kemi ministri të financave dhe të ekonomisë, si zakonisht të ministrinë e financave pale Maqedona si marrin, kurse ekonominë vetëm para 4 vite kanë pasur shqiptarët edhe ekonominë edhe financat. Domethënë ekonomia edhe me punëtor brenda objektit jemi mbi 65% shqiptarë dhe flasim shqip pa problem, normalisht që gjuha zyrtare është këtu maqedonishtja, po gjithashtu edhe gjuha shqipe në nivel të jo republikan, po pse jemi mbi 20% në Shkup, por edhe në Shtep pse jemi mbi 20%, respektohet gjuha shqipe nëpër ministrit ku janë shqiptarët ose ministrat ose zëvendës ministra shqiptar, dokumentacione, kurse ku janë palët Maqedon ministra, ato nuk e respektojnë edhe pse duhet të respektohet. Kjo është fakt problemi kyç edhe kryesor. Patjetër që duhet të ndryshuar, nëse do duan të hyjnë në Bashkimin Evropian, do duan ta bëjnë edhe një gjë tillë, për ndryshe nuk ka. Po gjëja më e bukur është se ne e kemi për arbërishten podcastin. Po shqiptar si ju në Turqi, shqiptar në Greqi, shqiptar në Itali, shqiptarët e arbërisë janë larguar kur ne u pushtuam nga Perandoria Otomane dhe e kanë ruajtur gjuhën për 5 shekuj atje. Kanë ruajtur zakonet, kanë ruajtur këngët. Sot e kësaj dite ne po punojmë që të bëhet një marrëveshje midis 2 kryeministrave, që kjo gjuhë të mësohet me detyrim në shkollë, jo në mënyrë fakultative dhe vetëm në shtëpi, siç e keni mësuar dhe ju. Kjo është një nevojë që ne po punojmë, kur themi ne, unë personalisht gazetar, vetë arbëreshët në Itali, këtu politikanë të rëndësishëm në Shqipëri, në Turqi. A ekziston mundësia që të jetë e njëjta gjë, që gjuha shqipe të jetë, nuk po themi gjuhë zyrtare, pavarësisht se sipas një presidenti ju jeni 5 milion shqiptar atje, sipas një presidenti turk.
Po ai vetë ka deklaruar edhe kur ka qenë kryeminist, po deklaron ende si president. Po pra, 5 miliona meritojnë të kenë gjuhë në shkolla, që të kenë të njihen Nuk është çështja pakicë. meritokracisë, po Republika e Turqisë është shtet monetnike, nuk është multietnike. Si multietnicitet nuk ka drejt as të popull. Edhe Italia, republikë monoetnike është, po ama një Po. pakica. Greqia Po nuk i pakicë me marrëveshjet gjatë themelimit të Republikës së Turqisë në kohës së Kemal Atatürkut, pakicë në dokument zyrtare janë shujt vetëm armend, grekt edhe evrejt. Po pse Të tjerë nuk kanë drejt. 5 milion Të tjerë me dokument, kurdat, shqiptarët, bosnjak, çerkesët, arabët e tjerë, me dokument zyrtarisht janë turk. Ama kushtetuta thotë se vetëm juve dokumenta ban turk, ju mund të deklaroni shqiptar, bosnjak, kurd e tjerë. Sepse Kemal Atatürk ka një fjalë gjatë themelimit të Republikës Turqisë, thotë rrofshin ata që thonë jam turk. Ai ka ditë se mbi gjysma e Turqisë nuk ka qenë turk. Po pra. Por e ka popularizuar sistemin edhe me bërë një sistem që edhe arbëreshët janë italianë, arbëreshët janë krenartë janë italianë, por nuk janë asimiluar, siç nuk jeni asimiluar ju. Ju që e keni mësuar gjuhën në shtëpi, ata në shtëpi e kanë mësuar. Tash po punojnë ta fusin në shkolla. Pra, kjo duhet bërë. Unë nuk po them si është rasti i Turqisë, nuk e njoh nga afër, po një komunitet prej 5 milion banorësh turk, shtetas turk, patjetër shtetas turk, duhet njohur si pakicë kombëtare, pakicë shqiptare. Duhet njohur të drejtat e të folurës, të drejtat e të shkruarit. Këto gjëra janë Shifene, tani kemi drejta, ashtu siç të thash më herët, në javë 3 orë, lancë zgjedhore nga Ministria e Kulturës që është dhënë drejta bashkë me presidenti që ka marrë vendimin, mirë po fatkeqësisht nuk ka pasur PR, nuk ka pasur refleks, nuk ka pasur ndikim pozitive ose insistim s'paku që të insistoja. Ka idealizoti sa je, shef protokolli, pra një ekspert komunikimi, ti mund bësh diçka për këtë gjë. Po të insistoja shembull Republika e Shqipërisë dhe Kosovës s'paku për këtë pjesë me ambasadorët e tij. Është detyrë parsorë e Republikës së Shqipërisë që është edhe preambulën kushtetuese kujdesin nga shqiptarëve jashtë. Patjetër. Ka kritik negative, po kritik për të gjithë, ashtu siç bëhet kritik për shqiptarët e drejtë në radhë parë. Se kanë ngel mbas, po edhe Republika e Shqipërisë dhe Kosovës për plot gjëra na kanë anashkaluar fatkeqësisht. Ndoshta pse jemi lindur jam shumë dakord. Perëndim. Ata duhet ta dëgjojnë këtë se është një shqetësim krejt i drejtë dhe kritika nuk bëhet për keq, bëhet për të mirën, nuk bëhet gjë që të reflektojnë, kanë detyrim kushtetues në Shqipëri, nuk e di në Kosovë, po e kanë detyrim kushtetues në Shqipëri, në preambullin e kushtetutës, çdo qeveri ka detyrim të kujdeset për shqiptarët jashtë territorit të shtetit shqiptar. Se ju e dini që ne jemi ndarë në 5 shtete, në Ballkan. Pas rënies perandorisë u konsideruam si turq, ka pas shkëmbime popullsisë shqiptare, po që ishin musliman i konsideronin turk, që ishin ortodoks shqiptar i konsideronin grek. Pra këto gjëra duhet historia t'i thotë dhe ne që kontribujuve 5 milion shqiptar kontribuonin për ndërtimin e Turqisë. Ti ke punuar në një bashki të rëndësishme të asaj, jeni pjesë integrale e Turqisë. Që duhet patjetër Shqipëria, Kosova, edhe ju duhet patjetër që të lëvizim duke ndihmuar shtetin turk për zhvillimin ekonomik demokratik, po ama dhe për njohjen e këtij komuniteti të jashtëzakonshëm, 5 milion. Ne jemi 2 milion e gjysmë Shqipëri. Po. Ashtu siç thatë për ortodoksizmin, kam një shembull të veçantë dhe interesant. Gjatë viteve 1920-23 debimi mes Greqisë dhe Turqisë që është bërë për turko-grek, por në dokumenta ka qenë turko-grek, ka pasur plot shqiptar musliman që janë deklaruar turk edhe janë turk, por ka pasur edhe plot shqiptar janë deklaruar musliman e turk vetëm në dokumenta kurse kanë qenë ortodoks arvanit ose nga Shamëria. Kemi një shembull, e kemi shoqatën e parë të shqiptarëve të Turqisë në Turqi, shoqata e vëllezëria turko-shqiptare, është themeluar në vitin 1952. Shoqata e parë shqiptare, shoqata e dytë ballkaneze në brenda Republikës Turqisë, domethënë ka shumë lehtë. Edhe themeluesit e shoqatës janë me origjinë nga jugu i Shqipërisë edhe nga Çamëria. Gjithashtu kemi pasur një antar të shoqatës, një lojtar i Fenerbahçes, ekipit të futbollit të Turqisë.
Leftar Küçük Andonianis, domethënë Andonianis i vogël. Po, Emrin e ka marrë greqisht sepse ja është deklaruar si grek që të marrë drejt për minoritet. Kanë jetuar në bashkinë Adalar. Adalar është 4 ose 5 ishull nëse nuk janë brenda territorit Stambollit që jetojnë grekët edhe shqiptarët të asimiluar. Edhe ai Lefteri nga baba ka qenë shqiptar ortodoks, nga nana ka qenë. jemi bërë që e brejnë, ku do jemi, ku do gjëndë. Po, edhe ai në shoqata është ka vdek, po tani ka antarësinë e tij që është deklaruar edhe ka edhe në për gazete që është deklaruar që është shqiptar, por fatkeqësisht shkak e ligjit është deklaruar minoritet grek edhe është asimiluar sistematikisht. Drejt. Edhe brenda Turqisë, jo në Greqi, brenda Turqisë është Brenda asimiluar. Turqisë, patjetër. Më përkthe dhe një gjë, emrin tënd, Faith Yıldız, çfarë do të thotë? Se ne Fatih. biu Fatih. Fatih, Yıldız bir Fatih. yje. Fatih është arabisht, çlirues. Po, Ose nga perëndimi pra ti në sëmtues. Shqipe ke emrin çlirimtar. Arabisht çlirimtar, kurse latinisht nëse përkthejmë sundimtar. Sundimtar, çlirimtar, sundimtar. Po Yıldız është çfarë si Yıldız yje. yje. Gjyshi, kur ka marrë vendim për të shpërngul në Turqi, me vllajën e tij e kanë marrë këtë bemër, por ideja e parë ka qenë që ne të marrim emrin Berish, sepse Fiz Berish jemi nga Veri me origjinë nga Kuksi. Prej Kuks para 550 Jo me vite jemi berishat e shpërngul në- Turqojes, pra me berishat Po. e Kuksit. Disa kushërit që e kemi në Stamboll, ata e kanë marrë emrin Berish me s-jen pikë që quhet sh, domethënë turqisht edhe e kanë marrë emrin Berish. Turqizuar, pra. Ato sot janë asimiluar më shumë se ne, familjarët tonë. Nuk deklaron ndoshta shqiptar, po me emër ato edhe 100 vjet, 200 vjet turqit ato kanë me qyt si shqiptar. Kurse ne që e kemi emrin Yıldız, na më patriota jemi, mirë, po me emër në gjeneratat e ardhshme do të asimilohemi më shpejt. Atëherë Emri ka shumë ndikim. jo është patjetër, emri është domethënës, është historia e Po. familjes, e fisit. Okej, unë ju Po. falenderoj për këtë intervistë shumë simpatike, edhe ti një djalë shumë simpatik. Shqiptarët e Turqisë tashmë duke kontribuar në Maqedoninë e Veriut, një Po. republikë e ndërtuar pas luftës së dytë botërore nga Josip Broz Tito për interesa të ish Jugosllavisë, por që 30% e shqiptarëve janë një kontribut i jashtëzakonshëm, janë ata që sepse kishën me 30% të deklaruar, kemi plot jo të Po, deklaruar. ka teori të ndryshme, po i bëj një përmbledhje për gjithë ata që na ndjekin. Kishën nuk ja njeh Serbia, gjuhën nuk ja njeh Bullgaria, vetëm shqiptarët i mbajnë gjallë Maqedoninë. Shqiptarët janë për integrimin e Maqedonisë Veriut në Europë. Janë një nga instrumentet më të rëndësishëm ndaj Maqedonisë, duhet ta vlerësojnë këtë gjë. Po, do të pajtoni në shpeshtar kur flas me Maqedonas, të them se do të pajtoni bashkëtesë me neve, sepse nuk keni rrugdalje tjetër. S'kan asnjë rrugë. Kemi modela si në Belgjik, Janë shtet pa si Zvicër e histori. tjerë. Janë shtet i ri pa histori dhe shqiptarët po kontribuojnë për ta mbajtur në këmbë. Faleminderit dhe një herë komplimentat e mia të sinqerta për qenurin shqiptar i Turqisë në Maqedoninë e Veriut për një shqipe të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mersi. Faleminderit dhe ju që na ndiqni në Artur Nura Channel në podcastin Flasim Arbërisht. Me sa duket, nuk do të qëndrojmë vetëm ke arbëria. Shqiptarët janë shpërndar kudo dhe e kanë ruajtur gjuhën, traditat, zakonet në mënyrë sipas me vullnetin e Zotit. Gjithsecili ka drejtën e interpretimit të tij. Nga unë Artur Nura, mirupafshim.